Vini strategjikisht të konë një hap për opozitës. Se duke mbështetur në informacionet e komisioneve komunale të zgjedhjeve, procesi votimit në Republikën e Kosovës ka përfunduar në orën 19. Duke mbështetur në komunikimet dhe raportimet që kemi pranuar gjatë ditës nga tereni, vlerësojmë se procesi zgjedhor në Kosovë është zhvilluar në mënyrë të qetë, të rregullt dhe në përputhje me kërkesat ligjore. Deri në këtë kohë që flasim, nuk janë evidentuar incidente të cilat do të mund të cenonin integritetin, besueshmërinë apo mbarvajtjen e përgjithshme të procesit. Pas konferencës së pasdites, kemi pasur 3 raportime për ndërprerje të energjisë elektrike në 3 qendra votimit të komunës Rahoveci, Dragashit dhe Hanit të Elezit. Menjëherë është njoftuar Keci dhe sipas informatave, energjia elektrike është rikthyer në kohë shumë të shpejtë. Energjia ka munguar për vetëm diku 5 deri në 10 minuta në këto vende. Në emër të KQZ-s ne i falenderojmë institucionet të ndryshme për angazhimin e tyre për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit, e sidomos në këtë rast edhe Kecin për trajtimin në kohë të shpejtë të rasteve të paraqitura. Duhet të theksoj që nga raportimi i fundit që ka qenë diku rreth orës 4:30 për këto ndërprerje, nuk kemi pas asnjë raportim për ndërprerjet e energjisë elektrike dhe sipas komunikimeve tona me KEC, në secilën qendër të votimit ka energji elektrike dhe do të vazhdon të ketë për gjatë mbrëmjes, e po ashtu edhe në për qendrat komunale të numërimit. Po ashtu duke mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga më shumë se 98% të vend votimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 19 është 890.859 votues, apo 24.56% nga 1.999.204 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura me 9 shkurt 2025, sipas të dhënave preliminare nga rreth 91% të vendvotimeve, kishin votuar 40.04% apo 789.172 votues nga 1.970.924 votues. Ndërkaq në rezultat